në trupin e turistit, po atë që them ata bërë një krim të shëmtuar, sepse e fshen krimin. E fshen krim në shëmtuar. Dhe shëmtia vazhdon më tej, kur krerët e narkoshtetit rrahin gjoksin për sukses se u kap vrasësi. Pas shumë e shumorsh. Në vend se duhet të skuqeshin me turp për aktin që ndodhi në duart e shtetit. Portugezin, pra, e vrau mjedisi kriminal, i krijuar nga narkoshteti në Sarand, në Ksamil dhe më gjërë. E vrau mjedisi i dominuar nga të fortit e shtetit. Thika ishte vetëm mjeti, instrumenti këtij mjedisi. Sot, ambasada të vendeve partnere kryesor njoftojnë qytetarët e tyre apo u tregojnë listën e lokaleve në të cilat nuk duhet të